إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me ursinë dhe mirësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhehenamit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Vëllezër të nderuar, njeriu kur fol për Islamin dhe për fenë tonë të bukur, e din se feja Islame nuk janë vetëm rituale të thata, ibadete të cilat kryhen pa ditë se çka e të bë, edhe pse i bën, çfarë qëllimi ka, çfarë urësie fshehet e kështu me radhë. Nga se feja jonë është feje diturisë. Për ajeteve të para që ka zbritur fjala Iqra, lexo. Allahu Azza wa Jall kur e ka përshkruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka përshkruar se yuallimuhumul kitaba wal hikma, e ka përshkruar se ja mëson njerëzve dhe umetit, dhe më thonë librin Kur'anin dhe ursin sunetin. Edhe kur ka folur se si njerëzit dallohen këtë botë, për ka autoriteti ka thonë yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Azza wa Jall ngrit ata që besojnë në grada të larta, mirë po ata që kanë dituri. Pra feja unë vëllezër të nderuar është feje dijes, dituri fetare e cila të ndriçon rrugën për të Allahu Azza wa Jall, dituri e cila është peshore se si e adhurojmë Allahun Azza wa Jall, dituri fetare e cila është mburoj që me rujt njeriu në fenë e vet, mirë po me rujt edhe Islamin e tina që thjesht mos u veshas dhe mos u devijuaje. Pra thjesht këtë realitet njeriu duhet me pas të qartë se Islami është feje diturisë. Edhe begatia më e madhe që Allahu Azza wa Jall ka dhënë njeriu në këtë botë është Islami. Mirë po, qofse e dim këtë realitet,
edhe shohim hallin e njerëzve, e shohim se sikur nuk janë të kuptu këtë realitet. Se sikur nuk pedin se është feja e diturisë, edhe sikur nuk pedin se çfarë mirësie është çështja e fesë. Nga se e she, kur është puna për me rujt pasurinë e vetë, e mbyll dyrët e veta atë shpisët pasurisë tjere dhe pasurisë tina që me rujt për i çdo hajni, e çdo vjedhsi. Kur vjen puna me ngrënë ushqim, e përzjedh me shumë kujdes, mos me ngrënë diçka që ka i bën zarar dhe dëm. Kur vjen puna për shëndet dhe për shërim, zgjedh domethënë njerëz edhe mjekët më të mirë për me trajtu veten, edhe në qoftë se ka koste shumë të madhe. Mirë, po kur vjen për punën e fesë tina, me mësu fenë e tina, me marë fetfa për fetë tina, këto do më thonë nuk ka kur farë kriterësh. E që aty tash e del në pa me kuptu se sa për ty dhe mu ka vlerë feja jote në jetën tënde, edhe sa ke kuptu realitetin se feja jonë është feja diturisë. Nuk është as feja hamendjes, as e tekeve, as e dëshirave. Po thjesht është feja ndërtuar mbi dituri, mbi Kur'an dhe Sunet, duke u marrë dhe u mësuar nga dietarët. E kur ka ndodhur që ka ndodhur, e ka thonë një prej dietarëve një fjalë e cila ka vlerë rregull për musliman prej atëherë kur u thonë, deri në ditën e sotshme dhe deri në ditën e gjykimit, edhe ka thonë se kjo dituri është fe. Me mësu fen është fe. Edhe kini kujdes pe kujna pe e merni edhe pe mësani fen e juaj. Vëllezër të nderuar, dietarët përpara kur kanë dashur me shku me vetë një hoxh për një mesele, kanë vetë për atë hoxh në që detaje, sa që tjetër kush ka mendu që të i lyp vajzën ai. Është thjesht ka ardhur mësit, mja lyp qikën, qatë shumë e ka shëshit me vetë, se kush është ai person, cilën për e pyet për fe, se kanë mendu që njeriu po do me kriju mitësi me ta. A në kohën tonë, për çdo gjë interesohemi, për çdo gjë vetemi, për çdo gjë i marrim sebepet, vetëm kur është puna e fesë, aty së gajle. Klikimin e parë që e shohim në internet, fetfon e parë që e shohim në internet, e marrim edhe pse se dim as kush është ai njeri, as çka ka thonë, a ka thonë sakt, a kështu me radhë. E me këndit njeriu, e këtë duhet me dit, dikush që i ka bërë disa vjetë, se jo çdo kush që fol, edhe mirë e ka jetën e pastërt. Jo çdo kush që fol ja qëllën. Aliu radiallahu ta'ala anhu kur i folshin diçka disa xhavarij, i thajke kelimatu haqqin urida biha al-batil. Atë që po e thoni është pankartë e mirë, fjalë e mirë. Mirë, po qëllimin e keni ketë se po dëni me arë për mesaj kësaj fjale të vërtet, të një e pa vërtet. Jo çdo kush që ka gojnë e me lësht orator, është duke e thonë të vërtetën. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më thonë, inna min al-bayani la sihra, ka pejgambërisë që është si magji. Thjesht i ndryshon, do më thonë gjërat, e bën të kotën si mu duke vërtet, si sihri dhe magjia që e ndrën të vërtetën. Jo çdo kush që i shkojnë njerëz përmes, edhe ka numër që e përsjellin, do më thonë që e ka të vërtetën, se me këshyr Kur'anin, Allahu azza wa jalla fol që shumica e njerëzve janë devijuar. Po thjesht vëllezër të nderuar, nuk duhet njeriu me pas këto kritere për asysh kur i përzjedh njerëz prej të cilëve merr fenë e tyre, edhe merr fetva për jetën e tina dhe familjen e tina, edhe thjesht e ndërton jetën e tina mbi ato fjalë. Për atë vëllezër të nderuar, kjo rregull që ka thonë ky dietar Muhammed bin Sirini, çështja e diturisë në fe është fe, ashtu siç duhet me pas kujdes më fal me rregulla dhe me dispozita, ashtu të dhe fesë duhet edhe diturisë duhet mi kushtu rëndësi. Edhe duhet me pas kujdes se prej kujna për e marrën fenë. Nuk është çështje tash fakultative, çështje luksi, po është çështje shpëtimi apo shkatrimi, se banë e runa Zot nuk e zgjedhëm adresën e mirë me marrë diturinë, edhe fetvat prej burimit të besuar, edhe njerëz kompetent, atëherë priti pasojat të cilat ko paskohe edhe peshijojnë. Për atë vëllezër të nderuar, dietarët kur kanë folur se pejkune duhet me marrë fenë,
I kanë cekur disa rregulla që duhet mi pas parasysh çdo besimtar, atë që e merr për hoxh, atë që e merr me atërzua, domethënë çështën e festina, edhe me e pyet për halal e haram, që me i realizu, që thjesht me besue kur të folë atja përgjigje. Prej tyre kanë cekur vëllezër të nderuar që ai person i cili e pretendon veten se hoxh, që me mësu edhe mësimi i tij me qenë gjenerat pas gjenerate, i njohur për diturinë e tij, që thjesht ka marrë prej xhallare për ati, e xhallarët për ati, për atyre kështu më radhë deri se kanë shkuar te sahabët edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thjesht me qenë i njohur që është merr me këtë çështje prej fëmijë, prej medresës, e ka vazhduar studimet, edhe thjesht ka qenë njëri i dëshmuar, jo me në ardhë njeriu si këpur pas shiut, as nuk e dim kush ka qenë, as nuk ka mësua kështu më radhë, edhe thjesht me në ushit edhe me e pranu njeriun si me kona i Sheikhul Islam apo djetari më i madhë. Këtë duhet me pas shumë konsiderat vëllezër të nderuar. Edhe e dyta, nuk ka mundësi njeriu vëllezër të nderuar me marr dikon për hoxh që jep fetva, qofse thjesht nuk dëshmojnë tjerë se me të vërtetë është dietar, ose hoxh i mirë, ose hoxh i mençur kështu me radhë. Malik ibn Anesi ka qenë një prej dietarëve të katërt mëdhëbit, quhet dietari i Medinës. Për ta kanë thonë dietarët se s'jap fetva kërkush, nuk i takon me dhonë fetva askush kur është Maliku gjallë dhe është Medinë. Ma për vetin e tij ka thonë që s'e komis me dhonë fetva, pa më dëshmu 70 dietar më të mëdhej se on, se tash meritoj edhe me hin këtë rani me dhonë fetva. Imam Buhariu, vëllezër të nderuar, që nifet libra e tij, domethënë Sahihul Buhari, libri më i sakt pas Kuranit të muslimanët. Kur ka ardhur në Bagdad, i cili ka qenë kryeqytet të atëhershmit i shtetit islam, i mbledh 100 dietar. Edhe kanë marrë pyetje dhe i kanë shtinë provim, edhe me vlerësu diturinë e tina se është më të vërtet ashtu siç po thuhet për Buhariun, apo vetëm një zmadhuzer apo domosdoshmë hiperbolizu. E kështu duhet me qenë për secilin të nderuar, me ditë mirë prej ardhen se ku është, ku ka mësu, dhe thjesht a ka dëshmi me të vërtetë se i tili, domethënë është dietar, është hoxh, e meriton domethënë që me majt hutbe, me dhon fetva e kështu me radhë, edhe duke ashtuar dhe gjëra tjera dhe të nderuar që i kanë cekur dietarët, ajo është se thjesht ai i cili thjesht pretendon se është hoxh, që me dhon fetva dhe me majt ligjërata, duhet me konë njëri i cili ka frikën e Allahut azza wa jall shumë, se kur fol me dituri, nuk hin në ujëra të trubullt, edhe në fol për atë që nuk i takon dhe nuk e din. Nuk fol për mi me arru qefin askujt, po thjesht fol vetëm me kënaqë Allahun azza wa jall. Ky është qëllimi i tij. Vëllezër të nderuar, dietar të hadithit, kur kanë transmetuar hadithe pe dietarëve, e kanë pas kriter se transmetuesi i cili transmeton me kon njëri shumë i devotshëm. Edhe s'kan mjaftu veç ka kanë thonë njerëz për të, mirë po e kanë shoqëruar një kohë të jetës me pas është më vërtet i devotshëm që e meriton më marr dijen ajo. Edhe e kanë qyrë në detaje si tash me lupë me mikroskop me qyrë. Edhe kanë thonë që se e këna po, që e ka marrë një tro bari në dorë të vetë, edhe e ka josh një kofsh me thonë hajde, edhe thjesht s'ja ka dhonë. Thotë s'ja këna marrë hadithin, se në qofë se është gjendje kjo me mashtru kofshën, si besojmë se kjo ka mundësi dhe me të mashtrua diçka tjetër. Edhe kanë llogaritë se kjo çështje nuk përkon me diturinë dhe devotshmërinë e tina, nga se innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ata që më shumë t'ia kanë frikën Allahut azza wa jall janë dietarët. Imam Ahmedi kur e ka përkufizuar diturinë ka thonë el-ilmu khashyatullah. Dituria është me pas frikën Allahut azza wa jall. Qofse thjesht njeriu i cili pretendon se ka dituria, thot hoxhe, domethënë fetva, nuk i ka këto cilësi, mirë po vepra e tij i kundërshton fjalët e tina, realisht pej tina ki rezervë dhe thjesht shumë rezervë me marrë fetva dhe dije pej tina. Edhe çështja tjetër vëllezër të nderuar, apo kusht tjetër që kanë cekur dietarët është që aty prej të cilët njeriu merr fetva duhet me qenë prej atyre që thret në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
e madhrën Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atë çka kanë thonë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kështu në ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ai cili ka thonë shokët e tij, ku me jetu pas meje, ku me pa përshëmjen mes muslimanëve. E që ndoni me shpëtu, alejkum bis sunneti, përmbani sunetit tim, wa sunnetil khulafai ar-rashidin min ba'di, dhe sunetit khalefave drejt, Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut, addu alejha bin nawajidh, kështrenganu kapnu për sunetit tim dhe sunetit këtyne sahabëve me dhëmbal fort dhe mos e shpëlqoni, se kjo është rruga e shpëtimit dhe keni kujdes se risit në fe, nga se risit çojnë në humbje çojnë në zjarr të xhehenemit. Apo në hadithin tjetër kur ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka treguar se hebrejnë t'ju nda në 71 fraksione, e krishterët t'ju nda 72 fraksione, e ymet t'ju ndohet në 73 fraksione. Ka thonë të gjitha t'jenë shkatruara përveç njërës. Është pyet kush janë ata ja Rasulullah? Ka thonë ata janë xhamati, një transmetim, dhe më thonë bashkësia dhe afërsia, uniteti. Transmetim tjetër ka thonë ata janë në të cilën jam unë sot dhe shokët e mi. Po kriteri me e di se një njeri është i udhëzuar, është kur fol me Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me fjalë sahabëve dhe madhrën Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i largohet çdo risie në fe, pavarësisht çfarë risie ka mundësi me qenë ajo. Është çështjen e njëshmërisë Allahut azza wa jall, është çështjen e kaderit për caktimit Allahut azza wa jall, është çështjen e ekstremizmit vëllezër të nderuar, i cili është domethënë një prej sfidave që ka qenë prej kohës sahabëve. Edhe për këtyne 73 grupeve që i pejgamberi sa mi ka cekur në formë përgjithshme, vetëm një fraksion e ka cekur me emër. Ata janë xhawarijt, ekstremist, radikalist, të cilët faktikisht e shtrëngojnë atë shumë them. Edhe thjesht nuk e llogaritën askënd të udhëzuar përveç vetes së tyre apo ata që mendojnë si ta. Edhe nuk e kanë dert me i bë tjerë pa besimtar, me i thonë qafer, edhe thjesht ndoshta në qofë se është hoxh, edhe në qofë se djetar, edhe me braktis xhamijat, edhe mos më falë mos haxhallarëve, e kështu me radhë, ashtu siç kanë devijuar tjertë, runë në Zot me devijuar edhe këta, e ata të cilët shehni gjë të tillë, te ata persona të cilët kanë anim ka ekstremizmi, ka radikalizmi, ka bidatet, keni kujdes pej tyre dhe me marë fen pej tyne, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka informuar se Allahu azza wa jall këtë dituri nuk e ngret nga gjoksat e njerëzve që me kon njeriu me flajt dietare muzxhunesër ignorant. Mirë po e largon këtë dituri duke vdekur xhallar dhe dietarët, e duke i marë njerëzit ignorant e qitë përpara, e me i marë si xhallar dhe dietar, e me i pyet, e ata me dhonë dituri, me dhonë fetva pa dituri, e me deviju veten, edhe me deviju tjertë të cilët i pasojnë, e ajo që du me thonë vëllezër të nderuar pe këtij mesazhi të kësaj hutbes është që njeriu me kuptu një realitet, begatin e islamit, se nuk ka begatin më të madhe që njeriu e ka në këtë botë, nga sa është kapital jonë është Islami. Islami është i ndërtuar mbi dituri të shëndosh dhe vepra të mira, dhe duhet me pas kujdes se prej kujna pe marrën fen ton dhe thjesht si për adhurojmë Allahun azza wa jall. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, ajo pse kam zgjedhur këtë temë me fol pikërisht sonte sot, ka qenë ajo lajmi që kemi dëgjuar para disa ditëve
që një njeri I cili pretendon se është musliman, edhe I devotshëm, edhe thjesht devotshmëria e tij na ka të kaluar devotshmërinë tonë, e na del se është duke punuar për shërbime sekrete të shtetit armik. Na ka bëhet që thjesht edhe si Bashkia Islame edhe si xhallar me reague dhe me të rrek vrejtën gjithë neve, xhamatit tonë, e sidomos rinisë tonë, që me pas kujdes se jo çdo kush thret në fe e thot në emër të Zotit është I sinqert dhe ka jetën e pastërt. Mos me leju besimtari me kon pre e dinakrist këtyre personave të cilët shfrytëzojnë Zotin edhe shfrytëzojnë shtetin e fen për me arrit qëllimet e dëshmonit. Elhamdulillah, ne jemi musliman me shekuj. Kemi institucionin fetare, kemi Bashkinë Islame, kemi xhallar të licencuar dhe të autorizuar me majt ligjërata. Nuk kemi nevojë me pas kthina e podrume që thjesht me ardh njerëz të panjohur edhe me mësu fen edhe me dhon njerëz të fetva, edhe thjesht me kon ndoshta argat të dikujt që as vetë se din ku na është argat I kuna. Pra thjesht me qenë kujdesshëm, me qenë vigjilent, nga se thjesht siguria e këtij shtetit është obligim I gjithë neve. Është mund shekullor, është derë gjak për këtë vend, është bo sakrificë e madhe, nuk duhet njeriu askush mja të leru dikuj një mendjeleti apo një qëllim keqi që me shfrytëzue as një institucion, po as çështën e fesë që thjesht me I kontribue edhe me çu ujë në mullirin e armikut. Pra thjesht edhe njëherë, kjo është çështje fetare, obligim fetar, që besimtari me kon vigjilent, me kon dituri edhe mos me kon vegël e askujna mirë po me adhuru Allahun Azza wa Jall për të arritur kënaqësinë e tina. Kjo e para, e dyta e kemi një kërkesë nga Bashkia Islame për një tokë ndrenas për ndërtimin e xhamisë, kanë kërkuar prej xhamateve të Kosovës që më ndihmua, domethënë vlerën e asaj parcelle për ndërtimin e xhamisë, kush ka mundësi Allahu Azza wa Jall është shpërblyef më të mira, vetëm ja përkujtoj për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thonë se ai I cili e ndërton një xhami, Allahu Azza wa Jall do t'ia ndërton atij në shtëpinë e xhenet. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na vëdësojnë neve, na mëson fen, Kur'anin dhe Sunetin, të mësojmë fen prej atyre të cilët janë të autorizuar dhe meritor mësufeja prej tyre, e kurse se ti marrëm për dietarë xhallar, ata të cilët janë ignorant, e dhajnë fetva pa dituri, e humbin veten edhe I devijojnë tjertë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na fal neve, të fal prindëritan dhe të fal këtë muslimanat në përgjithësi. Lutim Allahun Azza wa Jall që të harron vendin tonë, shoqërinë tonë, prej çdo armiku të mbrëmshëm dhe të jashtëm, të harron rinin tonë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na jap mirësinë këtë botë në ahiret, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra tona. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.